Dallgë gjigante stuhie janë përplasur mbi një port në Sicili me pamje dramatike që tregonin ujin e shkumzuar që shpërthente mbi skela, ndërsa deti ishte i turbuar. U deshën vetëm pak sekonda që rrugët të përmbyteshin, ndërsa anijet e ankoruara përplaseshin në kalat në Lipari. Videot e postuara në X të martën tregonin detin e stuhishëm, ndërsa cikloni Harry përshkroi mes dheun qendror. Pamjet tregonin erëra të forta, ndërsa dallgët përplaseshin egërsisht në port, duke kapërcyer çdo barierë mbrojtëse. Autoritetet lëshuan alarme të kuqe në të gjithë Sicilinë dhe Sardenjën, ndërsa stuhia solli erëra të forta, shira intensiv dhe dallgë të rrezikshme. Shpejtësia e erës arriti në 112 km/h. Dallgët arritën deri në 9 metra lartësi dhe përmbytjet në zonat bregdetare u përhapën shumë shpejt. Mbrojtja civile urdhëroi evakuime paraprake, ndërsa kushtet u përkeqësuan. Në total 190 persona u evakuan nga zonat e ekspozuara në të gjithë Sicilinë, ndërsa kryetarëve të bashkive ju bë thirrje që të vepronin shpejt për shkak të kërcënimit të dallgëve dhe përmbytjeve të menjëhershme. Transporti u godit rënd gjithashtu. Erërat e fuqishme shkaktuan kaos në aeroportin Falcone Borsellino të Palermës, duke detyruar devijime dhe anullime pasi avionët nuk mundën të uleshin në piste gjatë natës. Stuhit goditën edhe Maltën, ku video tronditëse tregonin breshrin që binte dhe lumenj akulli që përmbytnin në rrugët.